Aq të qarta, aq konkrete, me shembuj konkret që i ke realizuar, e flet pas një pune kaq vjeçare. E ministri do thoshte, kur e keni nisur këtë punë? Këtë produktur e kam dorë qysh në 2014. Po. Cila që indicia, si u kujtove për ta bërë këtë? Shiko si ka qenë ambicia. Dhe si realizove? Unë e kam realizuar me ndihmën e shkollimit tim. Po. Prandaj edhe përmenda çik para kush njeh kimin farmaceutike, duhet i vinë ndihmë komunitetit, sa do pak ndihmë. Po. Produkti ka qysh në 2014 që e kam dorë, që më duket mos gaboj plus minus, që e kam të licencuar te QKB-ja. Po. Te QKB kam licencuar prodhim me shumicë e pakicë ilaçeve popullore 100% bio për njerëz, domethënë se kështu e kërkojnë ligjet e shtetit shqiptar. Pasi e licencova, më thot dikushi që e qerem të duhet një certifikat ose një analizë nga qendra kombëtare e Barnave në Tiranë. Vetë e tje dorëzoj një 2 a 3 mostra, nuk e kam fiksuar, më duket 2 mostra a 3. Ata kthyen një përgjigje zyrtarisht që në qoftë se në farmacinë këto bimoret nuk ka nevojë për analiza. Po. Se janë gjëra bimore, domethënë që nuk kanë dëme. Po. Pastaj u fiksova që e certifikova me markën 2174. Po. Që edhe njerësh kjo certifikat që e kemi... Kjo certifikat që është marrë nga organet e shtetit shqiptar. Po. Edhe fleta tjetër që më jep të drejtën e punës, që çka kam drejt të prodhoj, kam drejt furnizoj edhe farmacit. Tu është tamam përshkrimi i preparatave që të lejohen të janë certifikuar. Pasi na shpjegoi rreth rasteve të vështira me të cilat është ndeshur Kerim Duleviç tek shumë pacient, u ndal në shpjegime rreth një kompleksi krevate ortopedik, të cilat funksionojnë automatikisht për fizioterapi për pacient me probleme të ndryshme të shiatikut, dhimbje kyçesh, vështirësi në ecje e tjera. Këto janë krevate ortopedike, këto janë 6 krevate që janë set. Kjo është remedie e fundit për të gjithë njerëzit që vuajnë nga nervi shiatik, të gjithë njerëzit që kanë punuar ndërtim, që kanë probleme nga mezi, këtu e gjejnë ndihmën te këto krevate. Krevatet punojnë në mënyrë automatike, nuk ke nevojë të kapish pacientin me dorë. Kjo vjet pacienti këtu dhe kjo bën lëvizjet në mënyrë automatike. Domethënë është llogaritur shkencërisht 6 krevate këtu që kalon për 60 minuta një pacient, fizioterapisi me dorë do të 1 vit që ti bëj lëvizjet e këtyre. Ulet ngrit gjysmë. Po, vet. Këtu vendoset njeriu dhe vendos të ndenjurat këtu. Dhe kjo bën lëvizje që shkrifton të ndenjurat dhe mezin. Domethënë ka një lëvizje shumë të ëmbël, sa njeriu ndjen një faq kënaqësi, një faq shlodhje. Edhe pasi kalon këtu 60 minuta, domethënë nuk rekomandohet këtu njerëzit që janë me zemër dhe me tension. Domethënë unë i pyes, nëse je me zemër me tension, bën një krevat. Jo më shumë, nuk se janë edhe çik të lotshme krevatet. Po ka një të mirë që nuk ka asnjë pacient me dorë. Domethënë punojnë në mënyrë automatike. Po, kalojmë te tjetra. Vjen te krevati i tretë. Krevati i tretë është prapë e njëjta gjë. Vendoset të ndenjërat këtu dhe koka ndeja dhe këto punojnë në mënyrë automatike. Domethënë bën lëvizje. Këto janë llogaritu lëvizjet që të aktivizohet komplet nervat dhe mezi. Vim te krevati 4. Krevati 4 është më interesante, të gjithë që vuajnë nga mezi, kam të vendosen këtu lart, që është tamam si punë kpuçe. Dhe kjo punon në mënyrë automatike dhe kjo të shkre komplet trupin. Vim pastaj te kjo këtu, shtrihet personi dhe i ve kam këtu shtrihet barkas. Dhe kjo bën lëvizje, ke parasysh të gjithë që kanë probleme me qafën, me shtyllën kurrizore, dhe kjo bën lëvizje shumë të ëmbla
sa pacienti nuk e ndjen. Në fund fare vinte krevati fundit. Krevati fundit këtu komplet i gjumi. Kjo ka një tronditje shumë të bukur, që këtu çdo njeri e gjumi. Do me thënë ka një tronditje shumë të ëmbël. Do me thënë kjo është 10 minutë që i fundit i orës. Pas gjitha se lodhe që ka pacienti me këtu do të zeni gjume. A më kuptan? Bukur, shumë interesante. Shumë interesante e të. Sepse disa me do fizioterapisët kuptohet ata kanë rolin e tyre. Çdo njeri ka rolin e tyre. Është mekanizuar në atë mënyrë që i vjen ndim një kohë të shpejt, besoj. Po, shpejt, lavë një kohë shpejt. Nuk e di sa seansa përdorë këtu. Shiko, këtu përdore deri në 10 ditë. Më thënë kam pasur njerëzit e mi, zakonisht kohë pandemisë, nuk i kam përdorur, për shkak të meraku, se kam dhe familje më tu, po çdo njeri që ka ardhur komandorës, në krye 60 minutave është drejtuar të dera drejt. Po i kam rekomenduar pak në 10 seansa. Do me thënë, çdo fibër trupi, çdo nevër, këtu... Pra, kjo është një fush tjetër, do të thosha. Po, kjo është një fush tjetër që s'ka lidhje me ata. Fush tjetër që doktori alternativ Ekerem Dulevic e ka ndërtuar me mençurinë e tij, me intuitin e tij, me kërkesat e njerëzve, se ka shumë probleme tani. Probleme të organizmit, moshat e mjeta, po dhe të rinj. Po, dhe të rinj. I blokon, shikojmë njerëz a nuk u blokova të taj. Domethënë kjo është intuita juaj që ju e keni kompletuar. Atë terapi që bëni për plagët, e keni kompletuar edhe me këtë. Kjo është nevojë që kanë pacientët. Kjo është zakonisht. Ka njerëzit. Zakonisht unë këtu i kam ndihmuar komplet njerëzve. Domethënë kush ka pas probleme mezi ka pasur një ndihmë avon. Çdo njeri që ka këto probleme e ka ndihmë nga unë. Jo vetëm kaq, një bibliotekë e pasur që tregon se këtu ka intelektual. Ai vetë ka investuar për fëmijët, për 4 fëmijët ka investuar doktor Ekeremi. Kjo është që përgatit të ardhmen, e kjo është gjë shumë mirë. E ardhme është gjithmonë brezi të ri. Ju bën njerëzve, i ke bërë vetes familje.